Dijeni se xhelozia nuk është veç mes artakeve. Ai që ka 2-3 gra. Xhelozia është edhe mes grave që janë gra pavarësisht çfarë pozite kanë tek djali. Me fjalë tjera, nusja mund të xhelozoj shumë herë dhe sasi shumë të madhe. Pse ti përdon nonën? Tash më thotë, a më arrin nonën tëmë? Thotë, jo, më pse më të arrit nonën tonë, ty bënë, se dua se arri. E po pse po më thu? Po nga xhelozia ka. Ku? Më xhelozoj gruaja që duan nonën apo type? Ai me detaj, qa me bo mare? Ose, nona xhelozon djalin pse për të gruan. Kjo marralla, por ndodh. Për ata djali do të mi hapë sytë. E me di çfarë nane dhe çfarë gruaje ka. Dhe edhe pa e ditë, do të me kuptu natyren e femrave. Këte ke gru, bëme të qka të dush në dhëmë, vetë në dhëmë tane, të thuj du ma shumë ti, je me mira, je me keqja, që të dush thuj, për ju para nanës. Dhe, kur je para nanës e para grus, më së jep shumë mas nanës. Dërsa kur je veç me nanën, jepo shumë mas nanës. Kur je veç me gru, jepo shumë mas grus, kur je veç me nanën, jepo shumë mas nanës. Letë qëtësot nanës e nana, dënë me di des, që djali nuk e qitë në rang 2 nanën, se ka që me ka në pare e ngrata. Mësua ja, nana të pasht, ka nana ty, nana ka që me ka edhe numër 1, ma shumë se baba. Që edhe Zotë ka ngrit, që është edhe Zotë ka dhanë që atë, por kje dënë edhe në praktike, dënë kje gjithë dhe me një me vesht vetë, që unë jam manal se baba. Mu du më deshti ma shumë se baba. Anë e vërduje, isha Allah një jetaj duje, s'ka problem të. S'ka, baba nuk preket, se dënë djali nanën. Tamam? Por nana dënë që me qenë e para nishi tek djali edhe pas martesës. Andaj ke kujdes, ruja ke dashni, nanës, ruja. Dhe njëtën ko, dua e grun tanët, që me e grun tanët, sepse ke jetën me ta, sepse e ke gru dukat, sepse ta ka ndryshu jetën për se mire aja. Dhe prit ka plëcu, gruja plëcën burrin, dhe pritet njëse pas njësër më të bua dhe nane e fmive tu.